Atëherë sot do të flasim gjithsesi për syt, por do të flasim për një temë edhe më interesante se që janë sëmundjet, sepse për të shëruar këto sëmundje nevojitet edhe para, nevojitet edhe ndihma e dikujt, mbi gjitha nevojitet ndonjëherë edhe ndihma për të gjitha ata që janë më të shkurt për nga pagat, më të shkurt për nga paratë që kanë në xhepin e tyre, ndërka që janë të sëmur, kuptohet. Dhe pikërisht sot do të flasim për të gjitha intervenimet, për të gjitha operacionet dhe të gjitha tjera të gjëra që mund të realizoni në Spitalin Evropian të Syve, por që këto operacione, këto intervenime do të mund të realizoni t'i kryeni përmes Fondit Sigurimit Shëndetësor të Maqedonisë, apo dhe fondet e tjera varësisht nga ku jetoni dhe nga ku kanë marrëveshje Spitali Evropian i Syve. Klasisht kuptuat, këtu kemi në studio menaxhuesin e Spitalit Evropian Syve, është Niazi Ismail. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhe Niazi. Niazi, që në fillim unë sqarova se pikërisht përmes fondit realizohen edhe disa nga shërbimet në spitalin e juaj, një gjë e tillë është mundësuar që të bëhet edhe shërimi më i lehtë, ta kenë pacientët e juaj më të lehtë shërimin, dhe keni bërë ju një marrëveshje me Fondin e Sigurimit Shëndetësor të Maqedonisë. Ajo që më intereson në fillim është Niazi të bëjmë sqarime se cilët pacient kanë të drejtë të realizojnë shërbime të tilla në spitalin tuaj, por që në fakt i mbulon Fondi Shëndetësor i Maqedonisë. Ne kemi marrëveshje me fondin për 2011-ës, edhe kemi do paketa programe për operime me rëndësi për ato operimet që nuk bën këtu në Maqedoni. Në fillim të 2011-ës kemi bërë një kontratë me rëndësi për pacientat për Maqedonisë. Si kur shka e dini, Spitali u qelë 2011, edhe për me edhan shërbim më të mirë pacientave Maqedonisë kemi boni në shkrim një marrëveshje me Fondin e Maqedonisë për shëndetësi. Të ne të Spitali Evropian mundet me operu krejt ato pacientat që kanë sigurime Maqedonisë, çka kanë kontrat me fondin edhe që punojnë këtu në Maqedoni. Ne kemi edhe kontrate edhe marrëveshje për çdo lloj operime me fondin. Gjithashtu, ato pacientat që nuk kanë mundësi ekonomike për me pagujt operimet, mundët t'i bojmë këto operimet përmjet fondit me një participim shumë të vogël. Për ne është me rëndësi se në fillim nuk e patëm qëllimin vetëm me qelë spitalin edhe me mbledh sa ma shumë pare, po me pas një aspekt humanitare që me mujtë me një edhe pacientave që kanë edhe nuk janë ekonomisht shumë fort. Për ato, ne qëllimi i parë ishte me bëni kontrat me fondin. Tani të kalojmë të pjesa tjetër, të pyetja tjetër, ajo që është shumë e rëndësishme dhe ju intereson, jam e sigurt ju intereson të gjithë shikuesve, është fakti se cilët operacione apo cilët intervenime, cilët sëmundje mund të shërohen në Spitalin Evropian Syve, por kam fjalën që do të mbulohen nga Fondi i Sigurimit Shëndetësor. Përsërisim se të gjithë këta që do të shërohen përmes fondit duhet të jenë edhe shërbyes të Fondit Shëndetësor të Maqedonisë, shfrytëzues në fakt. Si Spital Evropian për sy i bëjmë krejt intervenimet që mundët me u bo për syrin. Për ato kemi për do intervenime për do operime. Do operime ma herët fondi i drejton të jashtë shtetit, që tashma nuk ka nevoj pacientat të udhtojnë jashtë Maqedonisë, edhe pacientat mund t'i bëjnë këto intervenimet të Spitali Evropian. Ne kemi me dhanë informata se që tash këto mjetet nuk dalin për fondit ma jashtë shtetit, po jesin mrena shtetit. Shembull, një operim shka kushton 10.000 euro, në Gjermani të ne kushton 2 ose 2.500 euro.
Ma herët pacientat kanë paguajt ka 10.000, ka 15.000 euro për këto intervenimet, po që tash këto intervenimet mbarohen për 2-3.000 euro, që tash këto janë shumë një lehtësi të madha për fondin, që shembull ta marrim parasysh të kemi një fëmijë që duhet me operu jashtë shtetit, shembull në Belgjik, ai pacienti duhet me shku një përcjellës, edhe këtu shpenzimet rritën shumë shpejt, na herë këto operimet duhet t'i bëjnë shumë shpejt, nuk kemi kohë për me prit. Gjithashtu edhe pacientat që i bëjnë këto intervenimet jashtë shtetit kanë pastaj pas operimit nevoj edhe për kontrollime, se do operime kanë nevoj për 2-3 kontrollime. Edhe këto janë shumë shpenzime të larta. Shembull, ne i bojmë operimet kataraktës, edhe do intervenime tjera, bojmë intervenime hekje silikonit, gjithashtu kemi marrëveshje me fondin për me bo intervenimin që quhet ROP. Kjo është një smundje tek fëmijë që paraqitet me lindje. Kemi shumë fëmijë vogël që kanë udhëtu ma herët jashtë të shtetit, shembull në Belgji ose tjetër, me ndihmë direktorat e fondit ne kemi boni kontrate edhe ma pacientat nuk kanë nevojë të udhëtojnë jashtë shtetit, sepse këto intervenimet bëhen këtu te Spitali Evropian. Tek fëmijët vogël, tek bebet, kemi shpesh nevojë për kontrollime, edhe ato pacientat pi Maqedonisë shumë shpejt edhe shumë lehtë vinte ne. Kemi edhe një segment tjetër para një vjetë që kemi nisë me punu, kjo është keratoplastika. Kemi një kontrat me fondin për me i kry operimet keratoplastikës. Pacientat me rëndësi ma herë shkojshin në Rusi, ose do shtete europiane për me bo këtë operim. Kjo është një intervenim që nuk botë çdo vend në botë, edhe shumica e këto shtetave nuk pranojnë shumë lehtë pacientat pi jashtë, njëherë i kryen pacientat pi vendit, pastaj nëse ka mundësi i operojnë edhe pacientat pi jashtë shtetit. Ne që tash po i bëjmë këto operimet, kemi marrëveshje me fondin për me bo këto operimet, edhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Pacientat ma e din qysh vazhdojnë procedurat që ka duhet me bo para operimit, pas operimit. Kemi një bashkëpunim shumë të afërt edhe shumë të mirë me pacientat. Kemi rezultate shumë pozitive për pacientat. Të flasim pak për procedurat e aplikimit për këto lloj të shërbimeve. Për shembull, pacientët që janë duke na shkuar shikuesit, pacientët potencial që dëshirojnë të shfrytëzojnë këtë lloj shërbimi, ku duhet të drejtohen fillimisht? Duhen të vinë në Spitalin Evropian Syve që ju t'i dërgoni pastaj në fondin shëndetësor të Maqedonisë, apo duhet direkt shkojnë në fondin shëndetësor të Maqedonisë dhe ata t'i rikthejnë te ju? И бидејќи имаме склучен договор со фондот директно, tash kemi kontratë që kemi nënshkruar direkt me fondin, edhe pacienti nuk ka nevojë të paraqiten te fondi, vinë direkt te neve, pa me marr parasysh tash keratoplastika, ROP ose janë do intervenime tjera. Këto pacientat vinë te ne, i bëjmë do kontrollime, i klasifikojmë çfarë nevojë kanë, për çfarë operim ka, edhe ne i vlojmë, i shtim pacientat në lirë, shembull, kur është në pyetje katarakta. Kjo është një smundje që në paraqiten shumë shpesh, edhe shembull kemi një pritje më të gjatë për këtë lloj operim. Pacientat e dinë për cilëtetin e operimeve që i bëjmë te neve, edhe për ato insistojnë me hinë në listë edhe me pritë afatin për me e bo operimin. Ne kemi mundësi, i pranojmë këto edhe japim saktë kur cënë ndatë dhe të bëhet operimi.
Ова е многу добро што пациентите знаат отприлика. Пациентът ја информуар един са колку да пресин për Колку operimin. треба отприлика да се чека? Зависи од операциите. Varet për operimet sa do të presin pacientët. Kemi pacienta që mund t'i bëjmë mrena ditës i operojmë nëse kemi pacienta me vitrektomi dhe gjakderje këtu nuk presim për listat edhe me njeri operojmë. Po kemi një moment tjetër që është aktuell, nëse pacientat janë për jashtë spitalit nëse kanë arë për klinikat tjera. Shumë klinika i drejtojnë pacientat të ne për kontrollim edhe kur ka nevoj për intervenim pacientat me njere i marim i shtim në listës ose nëse janë pacienta urgent atërës me njeri i operojmë si kur operime shkajan për fëmit ropë normalisht kur jam në pyetje fëmit ne nuk humbim shumë kohë edhe këshyrim sa ma shpejt me i operu kemi raste kur i krym mrena ditës që mos humbim kohë të prit për operim. Ne i spjegojmë krejt situatat, kemi një departementet e spitali që kjo është departementi për kujdes për pacientat edhe këtu spjegohet çfarë dokumenta duhet t'i nxjerrin pacientat, cilat janë kushtet për me i kry këto intervenimet të ne. Në diellot pra të pagesës, më intereson atë kur të bëjnë aplikimin pra këto pacient, do të jenë në listë, do të marrin vizën e fondit sigurimit shëndetësor, është vendosur që të paguhet. Më intereson sa duhet ata të paguajnë, apo nuk duhet fare të paguajnë, apo krejt kjo varet edhe për intervenimit, operacioneve që do të kryet. Значи, цената што ја плаќаат пациентиве. Çmimi që e pagojnë pacientët përmjet fondit, ato e pagojnë vetëm participimin. Pacientët nuk kanë nevojë bëjnë pagesa tjetërve nëse direkt i bëjnë pagesat të neve të departmani për kujdes për pacientave. Ki departmani informon pacientët maksimalisht i japin krejt informatet të çfarë operime është në pyetje, sa duhet me u pagujt participimi edhe pacienti para operimit vete pagon participimin edhe me këto e kryen pjesën e financave. Shembull, nëse një intervenim kushton si kur keratoplastika 5-6.000 euro se ma shtretu, atërës pjesa e pacientit që duhet të pagun është vetëm 100 euro. Edhe kjo është një momenti shumë pozitiv për pacientave. Jashtë Maqedonisë të shteta Evropës të intervenimet janë shumë ma shtrejte edhe këto pacientat që për keratoplastik pagujnë vetëm 100 euro edhe nuk kam ndaj obligim tjetër për me pagujnë. Kjo është një moment shumë pozitiv për pacientët se nuk kanë nevoj për shpenzime ekstra, shpenzime krejt intervenimet kryen me një vend. Njazi, më intereson të ndalemi pak të transplantimi i korneas, e përmende edhe ti transplantimin e korneas, keratoplastikës ashtu si qëte, e përmendi këtë fakt sepse ky lloj intervenimi për herë të parë u realizua në të rajon që jetojmë edhe ne tek ju në Spitalin Evropian të Syve, ndërsa kishte pacient intervenimi të cilëve u krye përmes fondit sigurimit shëndetësor. Значи ние со фондот koja vi rekovme дека од 2011 година Që thash me fondin kontratin pare kemi bën 2011 edhe atëherë se kemi bën edhe kontratin për transplantime korneas ose keratoplastik. Po në 2011 Maqedonia nuk e kishte ligjin për transplantime korneas edhe ne patëm nevoj bashkë me pacientat me prit ligjin për transplantim. Shumica pacienta kanë pas mundësi me dalje